Mirë, do të flasim tani për ngjarjet tre, në fakt, tre vrasje, ngjarje shumë e rëndë, që të rënditi vendin një ditë më parë, dhe ajo që bën përshtypje është vrasjet për një fjalë goje, pra në një situatë ku shoqëria duket se është pa frena. Për këtë do të flasim. Kam pedagogun, por padyshim edhe një prej sociologëve të njohur, profesorin Gzim Tushi, në linjë të drejtë për drejtë, dhe psikologen dhe aktiviste Suela Koçibelli. Përshëndetje profesor Tushi, përshëndetje Suela. Përshëndetje. Profesor, shpesh kemi qenë së bashku, por duket sikur vërtet dhuna apo ky depresion i madh nuk pas ka fre. Pra, ngjarjet e djeshme na treguan se këmbanat e alarmit nuk kanë të ndalur. Po, ngjarjet e djeshme, njëra pas tjetrës në mënyrë suksesive, me tipologjinë e tyre të krimit, por me fenomenologji të veçanta, që nga krimi në familje deri tek aksidenti rrugor kriminal, apo tek vrasja e babait nga i biri, flasin për një lloj përkeqësimi të situatës së kriminalitetit në shoqërinë shqiptare. Mendoj që kjo dinamike e kriminalitetit në shoqëri është pasojë e shumë faktorëve, sepse prapa këtyre rasteve që po ndodhin në mënyrë suksesive, duket që shoqëria shqiptare ka një lloj patologjie, një lloj depresioni, e cila e ushqen këtë situatë. Dhe unë nuk mendoj që, siç kam ndjekur këto ditë, edhe sot kam ndjekur nëpër media të ndryshme, duke e mbivlerësuar sikur shkaku kryesor i këtyre akteve kriminale janë problemet e shëndetit mendor. Unë mendoj që kjo pelerina e shëndetit mendor në shoqërinë tonë po egzagerohet më shumë se ç'duhet, dhe në një farë mënyrë po bëhet një lloj mjeti për të mbuluar gjithë problematikat e tjera. Nuk është kështu. Pa diskutim është problemet e shëndetit mendor janë në rritje, janë në agravim, dhe është një nga shkaqet, por nuk është i vetmi. Dhe kur një shkak nuk është i vetmi, nuk mund ta përgjithësosh për gjitha shkaqet e tjera. Vetëm rastet e djeshme flasin që kemi të paktën për të 3 rastet që ndodhen, 3-4 rastet që ndodhen dje, kemi arsye të ndryshme, motive të ndryshme, njerëz të ndryshëm, mosha të ndryshme, të cilët kanë kryer veprime kriminale. Kështu që unë mendoj që kjo metafizika e krimit në shoqërinë tonë duhet diagnostikuar më mirë, duhet parë më mirë. Ne po vazhdojmë të adoptohemi me këto situatat kriminale dhe për mendimin tim ky është shqetësimi më i madh që kemi. I kam ndjekur me vëmendje këto ditirambet që bëhen, këto bravurat e jashtme mediatike, duke i analizuar, duke hedhur përgjegjësinë herë te qeveria, herë te shoqëria, herë te familja, herë te shkolla. Pa diskutim, situata në sintezë i ka të gjitha këto të bashkuara, këto faktorë. Por vetë se në mënyrë të diferencuar duhet jemi përsëri shumë të kujdesshëm. Sepse ky konceptimi etatist i krimit, sa po ndodh një krim, me njëre kemi mendjen që po qeveria çfarë përgjegjësi e ka. Po sigurisht qeveria ka shumë përgjegjësi. Dhe organet e ndëshkimit dhe organet e drejtësisë, dhe javashllëku i organeve të drejtësisë që në një masë të konsiderueshme është bërë dhe një faktor për vetgjyqësi, siç ishte rasti i vrasjes së gjykatësit para pak kohësh, duhet pranuar që është një faktor. Po unë mendoj që duhet jemi të balancuar në analizën e faktorëve. Nëse do vazhdojmë të jemi të njëanshëm, duke mbyllur syt si struci, pra duke parë vetëm një pjesë, duke parë përgjegjësinë e qeverisë, policisë apo të organeve të tjera të ligjit, që kanë pa diskutim pjesën e tyre të përgjegjësisë. Dhe nëse harrojmë burimin, shkaqet nga buron kjo situatë e kriminalitetit të agravuar, e këtij demokratizimi në thonjzat e krimit, e përhapjes së kësaj limfës kriminale në familje, në shkollë, në shoqëri, në rrugë, edhe në vendin e punës, zgjerimet e fenomeneve të tilla sikurse janë disa faqe, sikurse është bullizmi, është e pafalshme. Unë e kuptoj që bullizmi tek adoleshentët është një fenomen mbase organik që lidhet me moshën, me veçoritë moshore, me shkaqe të tjera, po që të kemi dhe njerëz të rritur që janë punonjës dhe punojnë së bashku dhe të vrasin njëri tjetrin vetëm sepse e bullizojnë, kjo flet për një lloj përhollim të sipërfaqes të cipës së qytetërimit tek ne, për faktin që ne kemi të prishur sistemin e komunikimit në shoqërinë tonë. Ne nuk dim të zgjidhim konfliktet. Rasti i 2 punonjësve ka treguar pikërisht këtë gjë që unë kam thënë vazhdimisht, konflikte ka kudo, çdo shoqëri ka konfliktet e veta, zotësia është që gjesh mekanizmat për të zgjidhur ato në mënyrë humane dhe jo nëpërmjet krimit me gjak të ftohtë. Suela,
sa e rëndë është që bullizmi, si në rastin që e përmendi profesori, por e kisha edhe pyetje që ndodhi ditën e djeshme vrasjet e Komuna e Parisit, tani nga moshat adoleshente edhe tek të rriturit, një fenomen i cili nuk po ndalet në vendin tonë. Unë do të përgjigjem tani, vetëm të njoftoj, nuk e kam dëgjuar profesor Tushin, kërkoj ndjes, pra nuk vjen linja tek unë. Që sot problematikë është fakti që megjithëse ne i shohim situatës që duhet luftojmë bullizmin tek adoleshentët, tek paraadoleshentët, si një masë parandaluese që mos ta ndodhin në moshë të madhe, bullizmi në moshë të madhe ka po njësoj dëme, në mos edhe më keq për shkak të forcës fizike dhe për shkak të disa tipareve të arritura në personalitet dhe në karakter për këta persona, që e bën bullizmin në moshë të rritur akoma me pasoja më të mëdha. Në këtë rast ne kemi një 41 vjeçar i cili i merret një 34 vjeçari, pse? Sepse gjithkohës ai fyhej, lëndohej, bullizohej, nënshtrohej përmes fjalës dhe e gjitha kjo ndodhte edhe në pranitë të njerëzve të tjerë. Dhe unë këtu dua të rri. Pra, ishte një model i ndërtuar gabim, bullizmi të këta persona dhe shpesh herë në këtë moshë konvertohet si stil komunikimi dhe ne justifikojmë me faktin që ashtu flet, ka me ton shakaje, po përmes shakash është edhe gjysma e vërtetës, se populli i ka thënë ca fjalë dhe nuk i ka thënë kot. Dhe ka ndodhur në sy të gjithëve në kushte pune, që kushte pune sigurisht duhet të ketë një mbrojtje tjetër për stafin, duhet stafi të ketë një frym tjetër bashkëpunimi dhe edukimi për të bashkëpunuar përmes komunikimit që ndërtohet mbi parime të shëndetshme. Ndërkohë, ndodh në punë, ta dy persona fyen njëri tjetrin ose njëri fyen njërin më shumë dhe arrin të pika ku agravimi dhe revolta e personit i cili ndihet i fyer, i cënuar, i bullizuar, plus dhe ngarkesën e tij emocionale të pakorrigjuar, plus edhe ai që është ndjer i pambrojtur nga gjithë të tjerë që janë rreth rrotull, kalon te ky akt i cili është ekstrem. Pra bullizmi gjendet edhe tek moshat e mëdha, megjithëse ne e trajtojmë shpesh herë edhe bashkë në studio tek të rinjt dhe tek moshat e mëdha ka të njëjta problematika ose shkakton të njëjta dëme në mos edhe më keq. Po thoni Suela që është i fshehur te moshat e mëdha dhe shfaqet le të themi apo evidentohet më rrallë, por që ai qëndron edhe te moshat e mëdha. Qëndron dhe dua të them tek dëmi. Pra qëndron sepse është ndërtuar, nuk mësohet sjelljet bullizuese nuk mësohen në moshë të madhe. Pra mësohen që në veçëli. Dhe nëse nuk korrigjohen në moshë të madhe, janë bumerang akoma më i dëmshëm, sepse ju kthehet stil jetese. Nëse në adoleshencë ne themi është një sjellje bullizuese e cila mund të korrigjohet, në moshë të madhe mund të mbahet monitoruar, por është akoma më e vështirë për ta korrigjuar. Dhe dëmi duhet dalë, dëmi është më i madh për arsye të forcës që kanë individët. Pra për arsye sepse ai është i rritur, për arsye sepse ai ka dhe ngarkesën e jetës së tij, për arsye sepse revolta e tij është akumuluar edhe me tipara të tjera, për arsye sepse ndoshta armën e ka më të lehtë për ta gjetur. Pra, agravohet akoma më shumë. Absolutisht bullizmi cënon vetbesimin, cënon raportin me njerëzit që në veçëli dhe nëse nuk korrigjohet dhe shkon në moshë të madhe, ne kemi tashmë lëndim dhe marrje jete. Çka do të thotë që rrezikon jetën. Pra bullizmi nuk është më thjesht ajo fjala e gojës që ne ana shkalojmë në veçëli, s'ka problem, jo, merr jetë. Dhe duhet të korrigjohet. Dhe këtu them, jo vetëm për të dy persona që janë në konflikt, jemi në marrëdhënie pune, mos harrojmë. Në marrëdhënie pune ka rregulla të tjera. Ka nevojë të transmetohet në Shqipërinë tonë edhe edukata e bashkëpunimit në punë. Pra nuk mund lejohet bullizmi të ndodhi kështu sikur s'ka asnjë gjë dhe personat të ndihen të pambrojtur pala e cila është cënuar, po ndërkohë në të lirën e tij për të thënë çfarë i doj goja personit i cili ka bullizuar. Se këtu jemi në kushte të tjera, është ndryshe ndodh bullizimi në rrugë, në lagje, në punë, po. Pune ku nuk ka pse, domethënë ku duhet jenë mekanizmat mbrojtjes për stafin dhe për zbujtjen e bashkëpunimit shumë të fortë. E qartë. Profesor Tushe, vetëm ne si shoqëri, si popull, për shembull, vrasim pa motiv, se ngjarjet e djeshme pa motiv janë. Edhe ngjarja në Berat, pse më prek e kalit. Një ngjarje para disa ditësh për një kafe. Ngjarja e djeshme po kështu tek Komuna e Parisit, për çfarë një gjë e pakuptueshme. Pra, këtu vritesh edhe pse më peja, po pse ngërvishe makinën. Shikoni, pa diskutim, në qoftë se duam që të bëjmë dallimin, diferencimin e normës së krimit në shoqërinë shqiptare në raport me vendet e tjera, ne duhet ta pranojmë që kemi të agravuar situatën dhe norma e krimit po vjen duke u rënduar. Do me thënë, sasia e krimeve në njësinë e kohës po vjen duke u rritur dhe ky është një shqetësim shumë i madh. Nuk është rastësi që vendet e Bashkimit Evropian,
sa po ju ndodh në një rast i tillë analog, ku ka krim në familje, krim në rrugë, apo ndonjë ekses tjetër kriminal në ambiente të tjera publike, sikurse ka ndodhur nëpër shkolla, në stacione trene, që janë për masa nga njerë deri në nivele terroriste, ata thonë që krimi tek ne po merr për masa ballkanike, ose e quajnë ballkanizim i krimit. Ne duhet ta pranojmë që rajoni jon, ku është vendi ynë, dhe vendet e tjera ballkanike, po sidomos ne dhe natyrisht edhe shqiptarët e Kosovës, niveli i kriminalitetit është shqetësues dhe ne duhet jemi të vërtetë. Kjo ka krijuar një situatë të tillë që në një farë mënyrë edhe në botë ka filluar të shtohet kjo pasiguria, sepse po shtohen këta njerëzit e pa ekuilibruar. Kjo është e lidhur dhe me një gjë tjetër shumë të rëndësishme. Sipas mendimit tim, në shoqërinë shqiptare ka filluar të krijohet një lloj ideologjie e njeriu të fortë, e njeriu që i zgjidh problemet me forcë, që i zgjidh me dhunë, që i zgjidh me krim. Dhe kjo ka dy arsye. Spari ka arsye të brendshme që lidhen me natyrën e njeriut dhe me sa duket për fat të keq, revolucioni human që solli këtë specien e njeriut dhe që e ndau nga bota e kafshët, që e ndau nga njeriu neandertalit, sepse këto sjellje janë kafshërore. Ora këta njerëz që bëjnë veprime të tilla janë mbetje kafshërore, absolutisht. Nuk ka term tjetër më të zbutur. Kushdo që bën krime për çfarë do lloj motivi, qoftë ky banal apo esencial, qoftë ky për çështje pronësie apo xhelozie, sepse në shoqërinë shqiptare, po të vini re, ka raste kur për arsye të ndryshme të sentimenteve që kanë njerëzit, her pas here ne bëhemi solidar me kriminalët. Dhe po ju them, mjafton të kujtoj rastin e reagimeve që pati një pjesë e opinionit publik me rastin e vrasjes së gjyqtarit. Po pra, profesor, janë pjesë e shoqërisë. Këta infektojnë shoqërinë. Këta janë pjesë e shoqërisë dhe mua më duket që kjo pjesë e errët e turbullt, tu quhen këta në psikologji, janë pjesa e turbullt e shoqërisë, ta kanë arsyet e tyre, arsyet të brendshme që lidhen me natyrën e tyre dhe me deformimet që pësojnë për shkak të dobësimit që ka marrë shoqëria shqiptare për proceset e edukimit dhe të institucioneve të edukimit. Shikoni, nëse duam ta kërkojmë diagnostikimin e vërtetë të kësaj situate, duhet të gjejmë ku është burimi. Burimi, sipas gjykimit tim, është tek dobësimi i ndjeshëm i institucioneve të parandalimit dhe të edukimit që duhet të kenë rol në formimin human të njeriut, në formimin qytetar të njerëzve tanë. Ktu është fjala për familjen që i ka dobësuar shumë kuotat e prindërimit, shumë kuotat e edukimit, për shkollën që ka një lloj anshmërie. Në shoqërinë shqiptare ka filluar të ketë një lloj armiqësie ndaj edukimit dhe kjo është, për mendimin tim, kjo është kriminale. E dini ç'do të thotë? Do të thotë që këtu ka një neglizhencë shumë të dukshme ndaj nevojës së edukimit. Domethënë, ja kemi lënë spontaneitetit, prindërimi është dobësuar, shkolla, funksionet edukative janë dobësuar, shoqëria civile po bëhet anemike, institucionet fetare merren me problemet e dogmës së tyre dhe nuk ndikojnë, media natyrisht ka mëkatet e veta dhe njeriu i ndodhur në këtë turbullir të këtyre institucioneve inekzistente ose ineficiente për t'i formuar ata, ta njerëz në vend që të bëhen qenie humane, bëhen qenie agresive dhe njerëz që janë në gjendje transi her pas here që s'din të administrojnë veten, nuk din të zgjidhin konfliktet. Ore, po e them edhe një herë, ti mësojmë njerëzit si zgjidhen konfliktet, nuk zgjidhen me vrasje, nuk zgjidhen me krime, zgjidhen me komunikim, zgjidhen në rrugë ligjore. Pra, aspekti i parë ka të bëjë me këto që kanë institucionet që përmenda. Aspekti i dytë ka të bëjë dhe me shtetin. Pra, në këtë pikpamje, duke mos qenë dakord me ata që kanë me njerë koncepte etatiste, që thonë me njerë të vendoset dënimi me vdekje se ai do na shpëtoj, që nuk është e vërtetë. Ky koncepti konservator i vendosjes së dënimit me vdekje që gëlon her pas here në shoqërinë shqiptare dhe që konsiderohet si një modus vivendi për ta zgjidhur këtë plagë të kriminalitetit në shoqëri, është i papranueshëm. Sepse, jo vetëm sepse nuk na i pranon Europa si modul, por edhe ka studime, analiza që edhe atje ku është i vendosur dënimi me vdekje, edhe kur është vendosur dënimi me vdekje, nuk ka pasur ndonjë zbutje të kriminalitetit. Pra mos të besojmë në këto deus ex machina, në këto zgjidhjet mekanike. Të kthehemi në zgjidhjet organike, shoqëria është organike. Prandaj në këtë pikpamje, edhe pjesa e institucioneve që janë, nëse ato institucionet e parandalimit kanë rolin e tyre, edhe institucionet e ndëshkimit duhet të kenë rolin e tyre. Dhe unë mendoj që ka një lloj zbutje të përballjes me krimin, ka një lloj plasticiteti, një lloj zbehje të qëndrimit intransigjent, një lloj tolerancë, zbutje dhe të bashkuara këto dy faktorë, pra nga një anë dobësimi
i funksioneve edukative për të formuar njeriu si qytetar, dhe nga ana tjetër mungesa e ndëshkimeve adekuate, intolerante, të prera, precize, ligjore ndaj kriminalëve janë dy faktorë që kanë krijuar këtë situatë që pasigurie dhe njerëzit ndihen pasigurt. E treta është problemi që ka të bëjë me një lloj indiferencë qytetare. Unë kam theksuar një shoqëri shqiptare ka filluar të gëlojë një lloj ideologjie që unë kam quajtur siguria e budallajt. Siguria e budallajt është pikërisht ajo që her pas here ne, për fat keq që ndodhi diku atje, diku këtu dhe ne themi s'ka punë me mua, nuk lidhet me mua. Kjo siguri nuk është e drejtë, sepse kjo indiferencë është aleancë me kriminalet. Pra, nëse solidariteti qytetar përballë krimit vazhdon të zbehet, solidariteti midis kriminalëve vazhdon të forcohet. Dhe prandaj sot ne flasim me terma, po vetëm sa i përdorim si terma, dhe flasim për grupe të strukturuara kriminale. E dini çdo me thënë apo jo? Kjo do të thotë që shoqëria duhet kapitullojë përballë këtyre strukturave. Kjo do të thotë që ligji duhet mos ta ketë forcën. Dhe siç e keni parë, ne kemi qëndrime timide të drejtësisë pas ngjarjes si ndodhi me gjyqtarin Kalaja. Në një farë mënyrë, po shtrojmë probleme si duhet i mbrojmë dhe duhet mbrojtur pa diskutim. Pra shikoni, ka një stepje, ka një tërheqje të shoqërisë dhe të institucioneve të tjera në përballje me krimin. Duket sikur krimi ka filluar të nxjerrë dhëmbë të hapët dhe po tenton të fitojë terren dhe po kërkon që të na mposhtë të adoptohemi me këtë situatë. Adoptimi me krimin është situata më e rëndë që kemi ne. 3 ditë do zgjasë dhe kjo situatë që po diskutojmë sot. Mbas 3 ditësh do presim krimin tjetër që duhet ndodh. Dhe ne i presim në mënyrë statistikore, vetëm në statistika policore, në interpretime mediatike dhe kaq. Ndërkaq, shoqëria shqiptare po vazhdon të pësojë dëmtime të pariparueshme në shëndetin e saj. Edhe një herë po e them, ta largojmë idenë që shkaku i krimeve janë problemet e shëndetit mendor. Nuk janë problemet e shëndetit mendor, janë problemet të shëndetit social që ka shoqëria. Shëndeti mendor ka pjesën ti dhe unë ka 2 teza sipas mendimit tim. Ata që janë me problemet të shëndetit mendor, nëse kanë prirje suicidale apo kriminale, duhen izoluar dhe ka institucione për të izoluar ata. Dhe nëse pastaj kemi njerëz që livadhisin dhe kryejnë krimin në shoqëri, edhe për ata ka institucione. Ata duhet burgosen dhe duhet largohen nga shoqëria në mënyrë që ne t'i shpëtojmë kësaj të keqe që po agravohet të shoqërinë tonë. Po, Suela, indiferenca qytetare, ju për shembull, për shkak edhe të punës tuaj lëvizni pothuajse në shumicën e qyteteve të Shqipërisë takoni shumë njerëz. Dhe tani pikërisht e kjo, ta vazhdoj të kjo që tha profesor Tushe, pra indiferenca qytetare tek ne, sepse kemi dobët edukimin, kemi mungesën e aktivizimit, e vullnetarizmit, edhe sportit, dhe të gjithë janë vërsulur tek ta, tek telefonat, tek rrjetet sociale. Ne sot kemi stadiume, po nuk kemi njerëz që t'i mbushin ato. Sepse edhe shkuarja, marrja me sport, qëndrimi edhe në stadium, nuk është humbje kohe. Është edhe bisedë që bëhet me njerëzit aty, përveç se ti shikon dhe argëtohesh. Me mos harrojmë, këto mundësi kanë munguar deri më sot. Pra nëse ne sot flasim për sportin, deri para 10 vitesh nuk mendoj fare që të flisim, po themi që fëmijët të angazhohen në për sporte. Ti ke bibliotekat dhe i ke bosh, nuk shkojnë fëmijët. Nëse s'ka fare as kinema, as teatr në për shumë qytete të Shqipërisë, pra fëmijët nuk kanë ku të kenë ambientin për të socializuar dhe për të ndërtuar vetë mekanizmin e mbijetesës së shëndetshme në shoqëri. Dhe kjo është e rëndësishme. Pra, prindërit sot po mendojnë që duke i mbajtur të izoluar fëmijët do i përgatisin për shoqërinë. Një fëmijë nuk përgatitet për shoqërinë nëse ai nuk hidhet gradualisht për të qenë pjesë e shoqërisë dhe për të gjetur vetë mekanizmat se si të ndërtojë marrëdhënie dhe për të zgjidhur konfliktet. Kjo është e thënë në një lloj drejtimi. Ndërkohë mos harrojmë, modeli të fortit në Shqipëri dhe modeli të fortit nuk është vetëm ai që po themi vret, sepse kjo është tipike. Modeli të fortit është edhe ai që ka të makinën e luksit, është edhe ai që të gjithë e flasin dhe thonë po ky ku i bëri parat. Nga ana tjetër, ky modeli të fortit po qëndron dhe është akomoduar shoqërinë tonë sepse asnjë mekanizëm nuk po hyn për ta mposhtur apo për ta vlerësuar si model. Dhe është po prap kriminale kjo sjellje e institucioneve të cilat bëjnë sikur s'ndodh. Dhe presin që të ndodhi ngjarje tjetër ashtu siç tha profesor Tushi, ne fatkeqësisht presim që të ndodhi drama e rradhës dhe ta flasim po prap dhe ta kthejmë pastaj tek veprime që kërkojnë shumë kohë. Edukimi kërkon shumë kohë, por është i vetmi i qëndrueshëm që të paktën në brezin e ri të punojmë fort, që të mos kemi të drama mbas 30 vitesh. Megjithatë, për ata që tashmë janë të dëmtuar, sepse ai që vret është i dëmtuar, në mos do bëj krim, do plagos dikë.
ai ka nevojë të monitorohet, ai ka nevojë të dënohet, ai ka nevojë patjetër që të marrë përgjegjësi për veprimet e veta nëse e kryen këtë gjë. Por personat e dëmtuar, personat të cilët shfaqin sjellje të çrregullta kanë nevojë të mbahen në monitoring që mos shkojmë deri në vrasje. Se në momentin që është bërë vrasja është humbur jetë njeriu. Kemi një kriminal zyrtar i cili do hyjë në burg dhe një jetë njeriu apo një familje tërë e shkatruar. Gjithë ideja është që ta korrigjosh këtë gjë dhe edhe në moshë të madhe mund të ketë masa korrigjuese duke pasur pikërisht kontingjentet e riskut. Në Shqipërinë tonë të vogël, me disa tipare karakteristike, dihet se kush është kontingjent risku. Dhe të mos neglizhohet ky kontingjent risku që bën gjithkohon si trim në rrugë, kalon bën zhurmë, thyen këtej përplas andej, shkel rregullat, nuk paguajnë gjobat, këto në raste shumë të vogla ndoshta, duken kështu në pamjet parë, por të gjitha këto akumulohen dhe përbëjnë atë që është kontingjenti risku, ndërsa ai person që ka çan bë ligji, unë bëj çfarë dua vetë. Dhe pastaj ai që është brezëri këtë shef, thotë po mirë, sa ti si bën gjë edhe mua s'do më bëjnë gjë dhe pastaj shkon të replikohet ky model. Dhe kjo pastaj është kriminaliteti i institucioneve që lejojnë ta ndodhi këtë gjë. Pra sado po themi kemi edhe raste ku familja po mundohet të bëjë më të mirën, në rastin më ideal edhe arsimi po bën. Në momentin që ty të dështon institucioni për zbatuar bazën ligjore dhe për të mbrojtur të mirën e çdo qytetari i cili është i denjë në këtë vend, është po prapë çrregulluese. Po prapë jep hapësirën për të vepruar dhe për të ndërtuar këtë modelin e gabuar që merr jetë. Dhe nuk mund të jenë atë sepse potencialisht secili nga ne mund të jetë në këto ambiente. Edhe ta ajo kafja ku ai u vra vetëm se sundez Expressi. Pra çdo qytetar është i rrezikuar po njësoj. Dhe nuk mund të jemi ne këta qytetarë neglizhentë dhe kemi çfarë bëjmë tani se s'është derën time. Ta ajo kafja mund të ishim secili nga ne. Dhe vetëm kështu duhet për të ndërvepruar pastaj me njëri tjetrin. Suela, të falenderoj shumë. Falenderoj dhe profesor Gzim Tushin që na bashkuan në këtë lidhje dhe dha opinionet dhe mendimet e tij si gjithmonë të vjera. Faleminderit profesor Tushi, faleminderit edhe Suela Koçibelli. Mirë, ne kemi mbritur në fund për këtë ditën e sotme. Lajmet tona i gjeni në kohë reale duke klikuar në shqiptaria.com. Ndajemi këtu, miru takofsh.